mund të kryhet kjo vepër penale edhe pa pësuar lëndim trufor. Shtim të presionit për me dhënë më shumë llogari të ata që nuk i zbatojnë rregullat e sigurisë së shëndetit punë. Një raport i bërë në Kosova konstaton se prokurorisi duhen gati 10 muaj që të hetojnë një rast të sigurisë në punë, kurse gjykatës së shkallës së parë i duhen 42 muaj. Ky raport u publikua me 3 korrekt 2026 dhe titullohet Sfidat sistematike të trajtimit të krimeve nga siguria dhe shëndeti në punë. Kohëzgjatja e hetimit të rasteve sipas prokurorit Egzon Jakupaj varet nga kompleksiteti i rastit, pasi tha se ka hetime që përfundojnë shpejt në rastet që ka pasoja më të lehta, e disa marrin kohë sepse rastet janë me pasoja të rënda. Varet prej ekspertizave mjeko-ligjore, cilat shpesh herë ndodh që edhe vonohen për disa muaj të tërë deri te një mendim për natyrën e lëndimeve trupore që ka pësuar i dëmtuari. Varet sigurimi i dëshmive të dëshmitarëve të cilët kanë qenë prezent, mbrojtja e të pandehurit dhe gjitha veprime tjera hetimore të cilat duhet të merren varësisht prej rastit që ka ndodhur. Për atë arsye edhe vonesat në hetim mund të jenë për shkak të vonesave nga ekspertizave të cilat duhet të sigurohen. Pasi ne fillimisht në çdo rast i cili vije në bazë të këtij nenit vije në bazë të raportit zyrtar të inspektoratit të punës, për shkak shkeljeve të cilat punëdhënësi i ka bërë. Dhe në bazë asaj fillon edhe procedura hetimore. Dispozita ligjore nga neni 358 nuk kërkon patjetër lëndim apo pasojë me fatalitet. Atë ka rasti ty me konstatu? Mund të kryhet kjo vepër penale edhe pa pësuar lëndim trufor. Mirë po, ne deri më tani nga ana e inspektoratit nuk kemi pasur ndonjë rast që është referuar qoftë tek hetuesit apo tek ne direkt tek prokurori i shtetit. Që pezojmë që ekzistoni para gjykim, nuk janë ata këtu, nuk janë prezent, i kemi ftu, po më vjen keq, ju jeni, faleminderit që keni ardhur. Po e zojmë që ata menojnë që ju nuk veproni pa lëndim. A e ka gabim ata? Nëse po ndigjon sot një inspektor. Absolut çdo referim tani në këtë rast të inspektoratit të punës, prokurori i shtetit duhet të ndërmarrë veprimet e nevojshme për vërtetimin e kësaj vepre penale. Qoftë edhe pa lëndim trupor, edhe pa pasojë fataliteti. Inspektori i punës do duhet ta ftojë më një herë prokurorin në vendin e ngjarjes apo të autorizuar të tij që janë policia e Kosovës, dhe në këto situata të grumbullohen provat forenzike në raport me shkeljen e të drejtave të rregullave të sigurisë dhe shëndetit punë në vendin e ngjarjes, të bëhet vend shqyrtimi forenzik i vendit, gjë që ndodh në rastet kur kemi lëndime dhe kur kemi aksidente, mirë po jo te këto rastet e tjera, dhe mbi këtë bazë pastaj të kemi një çështje të fortë penale, e cila është e argumentuar me prova dhe ka prova forenzike me cilat nuk mund mu kontestu tutje. Ajo që e kemi konstatuar në raportet e kaluara ka qenë numër shumë i madh i njerëzve pa kontratat punës, që ka nis me u adresu tash për shkak të kisha me thonë një gjë shumë thjesht, një aplikacioni online të cilën e ka lansuar administrata tatimore e Kosovës, ku secili punëtor mundet me hyjë me pa a është i regjistruar apo jo, a janë të i pagu tatimet, dhe kjo ka ndihmu shumë në këtë drejtim në këtë punë. Mirë po mendoj që krejt mekanizmi duhet definitivisht me avancu, me pas teknika të reja të hetimit, me pas shtim të presionit për me dhënë më shumë llogari të ata që nuk i zbatojnë rregullat e sigurisë së shëndetit punë, dhe mos mu toleru mu kriju klima që punëtorët nuk po dojnë me zbatu, punëtorët s'po dojnë me vazhdu tutje. Sipas raportit, nga 37 procese gjyqësore ndaj bizneseve ku lëndohen punëtorët, të monitoruara nga BIRN Kosova në shumicën e tyre janë shqiptuar dënime me kusht ose gjoba. Gjetje tjetër e rëndësishme e raportit është se pjesa më e madhe e rasteve janë mbyllur me marrëveshje për pranimin e fajsisë, duke u pamundsuar viktimave ose familjarëve të tyre të ushtrojnë ankesë në gjykatën e shkallës së dytë. Raporti u realizua në bashkëpunim me ATRC-n dhe Fondacionin Jahjaga.